Përshëndetje, në këtë seancë ose në këtë video do shpjegojmë Google Slides. Kjo është në vazhdimsi të videove të cilët janë ndërtuar për pjesën e shpjegimit të prezantimit të disa nga toolseve ose mjeteve të Google-it. Kemi prezantuar Google Sheets dhe në të njëjtën kohë kemi prezantuar edhe Google Docs që ka një analogji dhe një ngjashmëri me paketën e Microsoftit. Tani është rralla e Google Slides që ka një ngjashmëri me PowerPointin. Tani ne kemi hapur faqen e google.com dhe si gjithmonë në pjesën me shumë pika ne do zgjidhim slides. Tani na hapet pjesa e Google Slides. Google Slides është një mjet i cili funksionon në cloud, që do të thotë nuk ka nevojë që të instalohet. Thjesht në momentin që keni adresën e Gmailit, ju rekomandoj që ta hapni një adresë Gmaili, ju mund të i bëni më lehtësisht të aksesueshme të gjitha mjetet ose toolset e Google-it. Tani në momentin që hapim në slide, ne kemi një template, ashtu siç është tek PowerPoint-i, dhe këtu na japin disa template ose formate të gatshme, të cilët në varësi të projektit ose punimit që ju do realizoni, mund të zgjidhni një template që mendoni që i përshtatet projektit tuaj. Kthehemi mbrapsht. Gjithashtu në recent presentation janë ato që janë punuar kohët e fundit nga ana juaj. E supozojmë që ne do hapim një blank presentation ose një punim nga e para. Në plan të parë ka një prezantim shumë të ngjashëm me PowerPointin. Tek templatet ne mund të zgjedhim nëse dëshirojmë templatin që mendojmë që i përshtaten punës tonë. Ne e heqim, duke qenë se do bëjmë një punim tërësisht fillestar. Dhe kemi ikona si tek PowerPointi, ku në file shtypim file, mund të hapim një prezantim të ri ose mund ta përzgjedhim nga templati, mund të bëjmë një open ku mund ta ngarkojmë një prezantim i cili mund të jetë nga kompjuteri ose nga drive-i. Mund të importojmë slide, mund t'i bëjmë kopje të gjithë prezantimit ose një slide të caktuar, mund t'i bëjmë share personave ose ta publikojmë personave që janë të përfshirë në këtë projekt ose mund ta publikojmë në web. Mund t'i bëjmë një download në formatin e PowerPointit të PDF-s ose JPG-ja dhe PNG-ja në këtë rast janë në formën e një fotografie. Rename test. Emërtojmë këtë punim me fjalën test ose këtë prezantim. Pastaj mund ta fshijmë këtë prezantim dhe mund ta shohim prezantimin ose mund t'i bëjmë një preview përpara se ta printojmë ose ta printojmë. Tani në edit ne kemi copy paste, një lloj si tek toolset e tjera, ose mund t'i bëjmë një find and replace ku ne mund të zgjedhim, mund të bëjmë filtrimin e një fjale ose të një gërme, ose mund ta replace, mund t'i bëjmë një zëvendësim një fjale apo një gërme me një tjetër. Dhe kjo na jep mundësi që të evidentojmë disa punime manuale. Në view, e supozojmë që në këtë test shënojmë fjalën prezantim dhe në view ne mund të shohim slideshow, ku në këtë rast është mënyra si na prezantohet ky slide në momentin kur do bëjmë prezantimin, ose në view mund të programojmë slide-in. E supozojmë që jemi tek object, e supozojmë që këtë prezantim, këtë fjalë, e shtojmë një animacion, e supozojmë që vjen në këtë drejtim dhe i bëjmë një play. Dhe këtu na tregohet se si do prezantohet ky objekt ose ky mund të jetë një tabel, mund të jetë një pikturë e cila mund të ketë një formë se si mund të shfaqet në momentin që ne e prezantojmë. Tani këtu bëjmë një tranzicion ose mënyrë se si do kalojmë nga një slide në një slide tjetër. E supozojmë që kemi përzgjedhur këtë, mund t'i provoni gjitha më radhë të shikoni cili është më i përshtatshëm. Mund ta aplikojmë tek të gjithë slide-et dhe mund të bëjmë një play, ku në këtë rast
shikohet se si do lëvizet nga një slide në një slide tjetër. Kjo është motion ose programimi i lëvizjes. Tani shtojmë me këtë kryqin një slide të ri dhe kalojmë tek insertet, ku është edhe pjesa që përdoret masivisht. Tu mund të shtojmë imazhe ose fotografi të gjeneruara nga teknologjia ose inteligjenca artificiale, mund ta marrim nga kompjuteri, mund ta marrim nga drive-i, nga webi, nga kamera e kompjuterit ose përmes një URL-je. Mund të shtojmë një text box, që në këtë rast mund ta shtojmë këtu, dhe mund të shënojmë klik, po e vendosim, që është ky text box i këtu. Mund të shënojmë forma që janë për prezantimin e infogramave përmes formave ose shigjetave ose elementeve të ndryshëm që e bëjnë informacionin më të prezantueshëm dhe më të kuptueshëm nga ana logjike. Pastaj kemi diagramat, e supozojmë shtojmë një slide të ri, insert diagramat, e supozojmë që shtojmë një hierarki dhe zgjedhim këtë format dhe fillojmë të editojmë hierarkin duke ju përshtatur biznesit ose projektit ton. Mund të shtojmë tek diagrama një timeline, e supozojmë që duke edituar vitet prezantojmë ngjarje të ndryshme dhe këtu shënojmë çfarë mund të ketë ndodhur në atë vit dhe në këtë formë mund të bëjmë një prezantim. Mund të shkojmë me shigjet të shohim edhe formatet, domethënë prezantime të ndryshme që mendojmë që i përshtaten punimit ton. Shtojmë edhe një insert tjetër, shtojmë tabela dhe këtu tabelat, këtu tabelat vazhdojmë edhe i editojmë sipas informacionit ton. Mund shtojmë kolona rrjeshta informacion sipas përmbajtjes së projektit. Me të djathtën mund klikojmë dhe këtu kemi disa elemente që mund t'i bëjmë më shpejt. Tek këte layoutet mund përzgjedhim layoutin i cili përshtatet prezantimit të informacionit ton. E supozojmë që hapim një slide të ri dhe bëjmë insert dhe kemi chartet, mund të shtojmë një grafik nga ana jonë ose mund ta lidhim me një spreadsheet. Nga prezantimi i videos së kaluar, ne bam një prezantim shitjes, ku ndërtuam një tabelë dhe një grafik në Google Sheets. E supozojmë që e përzgjedhim atë tabelë ose atë spreadsheet dhe marrim këtë tabelë, mund ta lidhim me spreadsheetin, që do të thotë çdo lloj informacioni që editohet tek ai punim ose te ai spreadsheet, automatikisht updatohet edhe në slide-in ton pa pas nevojë për punimin manual, ose mund preferojmë të mos e lidhim. I bëjmë import dhe tani është edituar ajo tabelë, është e lidhur. Ne mund ta editojmë, mund ta heqim lidhjen dhe është ndërtuar një chart i ri. Hapim edhe një slide të ri. Mund të kemi Word, Art, punoj, Arsilda, dhe tani e ka përzgjedhur, pasi kemi klikuar enter, e ka përzgjedhur formën e prezantimit të artit. Këtu mund të bëjmë komente, një lloj si te Google Slidesheet dhe në të njëjtën kohë te Google Docs. Mund të bëjmë një share dhe ylli është Gemini, që mund të kërkojmë informacione, supozojmë që gjenerojmë një fotografi dhe përmes kësaj inteligjence uploadojmë ose i bëjmë insert për në slide-in ton. Është edhe toolset, ku tek toolset mund përdoren fjalore të ndryshme, ose është edhe mikrofoni, që në këtë rast ju flisni dhe çdo gjë që flisni ajo kalon në tekst të shkruar, po ta klikojmë, na jepet mundësia për ta programuar gjuhën ose për zgjedhur gjuhën, ku shqipja nuk është akoma pjesë e gjuhëve, por në anglisht unë e kam provuar dhe në momentin që i bën klik, unë nuk do ta përdor si funksion sepse do më bllokoj mikrofonin që regjistroj videon, por në momentin që i bëj klik, ajo automatikisht dëgjon dhe e shkruan çdo fjalë që përmendet përmes klikut. Përmendet gjatë kohës që është aktivizuar mikrofoni dhe ka templatet, ka
disa funksione të thjeshta që ju mund t'i përdorni përmes këtyre ikonave dhe në të njëjtën kohë edhe këtu mund të bani të mundur prezantimin e informacionit tuaj ose shkrimit tuaj sipas projektit ose sipas mënyrës që mendoni që ka prezencën më të plotë dhe më të profesionale të projektit dhe të punës tuaj. Ashtu siç e thash edhe më përpara, këtu mund ta shkarkoni në formatin që ju dëshironi dhe atë dokument mund ta aksesoni ose mund ta printoni ose mund t'i bëni dhe share duke specifikuar dhe rolet e këtyre personave ose këtyre individëve që do marrin pjesë në këtë projekt. Tani kjo është pjesa e prezantimit, ka dhe layouting ku ju mund të prezantoni layouting, ka temën ku mund të zgjidhni dizenjo të ndryshme, supozojmë që zgjidhni këtë format ose këtë design të slide-it, dhe mund ta ndryshoni temën në varësi të nevojave ose formati që ju besoni që është më profesional dhe estetik. Kjo është Google Slides, një version online shumë i përdorshëm dhe tepër praktik për pjesën e ndërtimit të slide-eve ose prezantimeve të ngjashme me PowerPoint-in.